Lideri LSDM-s Venko Filipçe ka quajtur si konstruktiv takimin e sotëm me kryeministrin Hristijan Mickoski. Ai tha se janë dakorduar që të formojnë grupe të punës që do të punojnë në avancimin e agjendes reformuese, ku do të jenë të ftuara të marrin pjesë edhe partitë e tjera politike. Sipas tij, me këtë po vendoset një model i ri bashkëpunimi në interes të kërkesave të qytetarëve dhe tha se është një sinjal pozitiv, por dy liderët vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme sa i përket ndryshimeve kushtetuese dhe për këtë temë do të bisedojnë më tej. Начално договоривме дека ќе работиме на начин. Parimisht u morëm vesh që do të punojmë që të formojmë organe dhe grupe punuese para se gjithësh në pjesën e zbatimit të agjendës reformuese. Do thot, ligjet e para që duhet të dorëzohen në kuvend në pjesën e sistemit të drejtësisë, gjë që i tangon gjithë qytetarët, mëtej energjetika dhe disa çështje tjera rreth lëvizjeve strategjike në shëndetësi. Ky është takimi i parë. Të shohim se si do të jetë metodologjia. Ta përgatisim, por duhet të them se ka vullnet nga të dyja palët. Kjo është për të mirën e shtetit, të rinjt, po ikin gjithnjë më shumë nga vendi. Duhet të dërgojmë porosi të unifikimit për të mirën e shtetit. Marrëveshjen e arritur mes dy liderëve ka konfirmuar edhe kabineti i kryeministrit, prej ku thanë se gjatë takimit është theksuar nevoja që të punohet në ardhmërinë e përbashkët për qytetarët, si dhe të punohet në konsenzus mes palëve të ndryshme për çështjet kyçe për shtetin dhe mirëqenien e gjithë qytetarëve. Në këtë kontekst është e nevojshme të mobilizohen të gjithë individët dhe strukturat e avancuara që mund të kontribojnë në rrugën e zhvillimit të vendit. Interesa shtetërore të Maqedonisë së Veriut duhet të jenë piknisja në diskutimet për çdo çështje, me çka Mickoski kërkoi Filipçes që të përpiqet të jetë faktor konstruktiv në përcaktimin për ndryshim, reformë dhe përparim. Shteti duhet të jetë në shërbim qytetarëve dhe duhet të ketë reforma thelbësore të sistemit me cilin qytetarët janë të bakënaqur. Bashkëbiseduesit ranë dakord për formimin e grupeve të punës që do të diskutojnë zgjidhjet ligjore reformuese që duhet t'i garantojnë përpjekjet për progres. Sa i përket reagimeve të opozitës shqiptare të cilët akuzuan se takimi është monoetnik, Filipçe mohoi një gjë të tillë duke thënë se ftesa fillimisht ishte që të ulen në tavolinë të gjithë partitë, megjithatë i pari që ju përgjigj pozitivisht ftesës ishte Mickoski dhe ky është takimi i liderëve të dy partive më të mëdha maqedonase, por nuk do thotë se është takim etnik. Ai tha se është logjike që në takimin e ardhshëm të marrin pjesë të gjitha partitë politike.